Ndërtues nuk kam. Munda me gabu për mama nëse ka e pranoj nëse është, për mos dije mund të... Jo, unë nuk i di, po dojë me ditë për talë. Se për sa di unë nuk kam. Jetë mirë? Po e ka numrin 2 në listë. Është ndërtues, po nuk ka kur gjë të keqe në atë punë. Jo të keqe s'ka, po. Nuk e kuptoj arsyeën pse më mshef. Edhe unë kam ndërtues në listën time është edhe numri 2 im, i cili nuk operon në Kosovë, operon në München të Gjermanisë. Është ndërtues. Po jo në Kosovë. Po që është një inxhinier i përsosur edhe është i përgatitur dhe nuk ka bileo kritikues për këto tejkalimet që buan më shumë t'jaj. Prej te po filloj veçpyetjen, a keni në listat e juaja për asambles ndonjë ndërtues edhe a keni financier të fushatës juaj ndonjë ndërtues? Biznes Që ndërton. Nuk kam për zotë se di nashta mundet me qenë në një fshan ajo që si këto biznesmen jo të unikit jua. Që ta, do me thonë, kandidat për asamble nuk i ki ndërtues. Ndërtues nuk kam. Munda me gabu për mama nëse ka e pranoj nëse është, për mos dije mundet me... Jo, unë nuk i di, po dojë me ditë për talë. Se për sa di unë nuk kam. Jetë mirë? Po e ka numrin 2 në listë. Është ndërtues, po nuk ka kur gjë të keqe në atë punë. Është shpejtim nga caferi kryetari. Ja, me të lutem. Është ndërtues, po nuk ka kur gjë të keqe në atë punë, vetëm nuk e kuptoj arsyeën pse më mshef. Edhe unë kam ndërtues në listën time është edhe numri 2 im, i cili nuk operon në Kosovë, operon në München të Gjermanisë. Është ndërtues. Po jo në Kosovë. Nuk është investitor në asnjëherë në Kosovë, operon me bizneset e tij në München. A ka ai plane me ndërtu një unik kur të bosh? Me sa di unë jo. Ambicjet personale askujt nuk mund t'i di, po me sa di nuk ka. Jo, a keni bu muhabet për para? Po jo, nuk ka shpreh ndonjë interesim për. Okej, financier që është ndërtuesi joti? Jo. Financieri i fushatës? Financier të mi janë partia politike të cilën e përfaqësoj dhe kursimet e mia personale. Mirë, Agran, në listën tënde për asamble? Nuk kam as... S'ka ndërtues? Nuk ka ndërtues. Financues të fushatës? Nuk kemi as financues të fushatës. Do shdi kërkove fjallën? Dashta të shëroj se për kryesuesin e kuvendit e pat, merret me ndërtimet vogla, ka kështu të ulta quhen ato. Po që është një inxhinier i përsosur edhe është i përgatitur dhe nuk ka bileo kritikues për këto tejkalimet që buan më shumë t'jaj. Po, është shumë mirë që e ka në listë, është shumë mirë që është kryesuesi i kuvendit, punson familjen në Jonik, po nuk e di pse duhet me mshef atë punë.